Përshëndetje e miq, ju përshëndes, unë Mimoza Elezi. Vazhdoj me shpalosjen e regjistrimeve osmane që janë përmbajtur në Sanxhakun e Dukagjinit dhe janë ato regjistrime që i përkasin viteve 1571 dhe 1591. Pra, në këtë defter gjenden dy regjistrime të rëndësishme që i përkasin këtyre viteve. Regjistrimet e Sanxhakut të Dukagjinit janë ndarë në dy pjesë. Ne jemi në pjesën ku shikojmë regjistrimet e fshatrave të Hasit, të Rudinës, të Domeshticës, të Pashtrikut, të Lumës, të Gorës, të Opojës dhe të Dabrit. Në pjesën tjetër do të shikojmë regjistrimet që i përkasin Lezhës, Pukës, Dibrës, Iballit, Fanit të Madh dhe Fanit të Vogël, Mirditës, Zadrimës dhe Ragamit. Sot në këtë program do të shikojmë fshatin e Prushit, ose si quhet sot qafa e Prushit, dhe i përket Hasit të Kukësit dhe gjendet në faqen 42 të defterit të Sanxhakut të Dukagjinit në regjistrimet e vitit 1591. Fshati Prush do ta shikojmë edhe nga përbërja e tij, nga popullsia e tij dhe nga ekonomia e tij, ishte një nga fshatrat kryesor të Hasit. Ishte një fshat i madh që kishte një ekonomi goxha të madhe. Dhe këto e shikojmë më së qarti tek popullsia që mbarte këtë fshat dhe tek taksa që paguanin. Këtu në regjistrin e Sanxhakut të Dukagjinit, për fshatin Prush thuhej që ky fshat kishte 19 familje të krishtera dhe 5 familje muslimane. Ndërsa në të njëjtin dokument regjistrohen 76 krye familjar. Siç e kemi parë nga shpjegimet e përparshme të Sanxhakut të Dukagjinit, theksohet që numërohen vetëm krye familjarit e një fshati, jo të gjithë banorët e fshatit, vetëm krye familjarit, kur një familje mund të kishte minimum 4 persona, maksimum 7 persona, sipas regjistrimeve të Sanxhakut, sepse siç e dimë, familjet shqiptare, sidomos në male, ato kanë pas bërë nga 7 fëmijë, nga 10 fëmijë dhe nga 11 fëmijë. Por ne kemi marrë më minimale dhe më të vogla. Dhe në regjistrimin e shikojmë që këtu kemi 76 krye familjar, pra janë 76 çati, 76 hane, por si në grumbull njerëzish ato e kanë shkruajtur në të njëjtin defter, sikur kishte 19 familje të krishterë dhe 5 familje muslimane. Ndërsa krye familjarët janë 76, pra nga njëherë në këto regjistrime duke parë që shkronet edhe janë prishur, sepse ka një kohë goxha të gjatë që janë shkruajtur dhe janë mbajtur në arkiva në rafte aty, dhe disa herë mbase edhe nuk lexohen ashtu siç duhet. Por, si shikojmë, kemi krye familjarët. Pra, ky fshat kishte 76 krye familjarë. Fshati Prush përmendet në regjistrin Tahrir Defteri, pra regjistri origjinal, ruhet në arkivin Osman të Stambollit dhe ka vulmën e firmosur me kod TKGM numër 62. Në regjistrimet e Sanxhakut të Dukagjinit, fshati Prush, pra qafa e Prushit, rezulton si një vend banimi Hasit. Gjithashtu, taksat që paguan të ky fshat arrinin shumën 3500 akçe. Pra 3500 akçe është një shumë goxha e madhe që tregon se sa popullsi kishte ky fshat dhe gjithashtu në atë kohë sa ekonomi të zhvilluar kishte ky fshat. Pra shikojmë që në këtë fshat kemi 70-80 çatia shtëpi, ku në përgjithësi shtëpi të këtu përshkruhet si shtëpi të bëra prej guri ose dërrase, dhe shtëpijet e tyre ishin të mbuluara me rase ose me kashtë. Gjithashtu shikojmë në këto regjistrime që në këtë fshat kishte edhe kulla vrojtimi me pika dominuese. Kishte ara të bekaqme që prodhonin grure dhe elb. Kishte blegtori të zhvilluar dhe rrugët e këtij fshati, ashtu si rrugët e Hasit, ishin rrugë lidhëse kyçe kryesore të karvaneve, të ushtarëve dhe të popullit që shkonte dhe vinte. Le të shikojmë emrat e krye familjarëve të fshatit të Prushit dhe pasi të shikojmë emrat dhe të shikojmë se çfarë prodhonte dhe të shikojmë taksat që paguante për çdo prodhim, gjithashtu të bëjmë një përmbledhje të shkurtër të historisë së këtij fshati. Pra, fshati Prush. Fshati Prush është pjesa e 6 dhe jemi në faqen 42 të defterit të Sanxhakut të Dukagjinit, dhe fshati Prush vale nga Rudina, i përkiste timarit të Mehmedit. Mehmedi ishte i biri i dervishit. Dhe emrat e banorëve ishin Koka Daka, Papa Koka, Tola Gjika, Tola Nina, Doç Vasili, Mark Miça, Pejo Marku, Nojo Miça, Gika Miçaj, Andre Nina, Deja Gjoni, Biba Papa, Tita Dida, ose Tita Koka, Gika Koka, Miça Deja, Mark Tola, Lapa Bojko, Tola Miça, Prand Tola,
Gjon Miçaj, Tola Gika, Nina Gjini, Koka Papa, Ilia Daba, Bac Koka, Mark Deja, Deja Marku, Vata Doçi, Miç Bojko, Mark Gjoni, Biba Prendi, Biba Noja, Prend Tola, Gjon Gjini, Papa Koka, Vata Deja, Papa Boga, Tola Biba, Lika Papa, Nue Tola, Deja Boga, dhe këtu kemi një shënim që i përket faqes po 42 të defterit të Sanxhakut të Dukagjinit dhe thotë që sot ekziston toponimi Qafa e Prushit në defterin e vitit 1591 përmendet me emrin Prush. Vazhdojmë me emrat e banorëve. Sulejman Mustafaj, Lika Nina, Nue Lula, Lula Nue, këtu kemi Nue Lula dhe Lula Nue. Pra, janë emra të ngjashëm, por Lula Nue është shënuar me m, pra është beqar, ndërsa Nue Lula është krye familjar. E kam theksuar edhe në programet e tjera, ato që kanë qenë në fund janë çiftliktarët, dhe këtu shikojmë që Sulejman Mustafaj është administratori, pra çiftliktari i këtij vendi. Kemi një musliman me 76 familje të krishtera që ai mbledh taksat nga këto. Pra i kontrollon. Pra Nue Lula, Lula Nue, më është beqar, siç duket në këtë familje, burrat i kanë vrarë, kanë vdekur ose i ka marrë perandoria osmane që kanë vajtur të luftojnë, dhe krye familjar është një djalë beqar që mund të jetë edhe 14 vjeç, mund të jetë edhe 15 vjeç, mund të jetë edhe 20 vjeç. Bac Vuka, Vuja Bojko, Tola Gjura, Koka Papa, Prend Koka, Nina Gjoni, Tola Nina, Kola Tola, Gjon Baci, Papa Lula, Bac Nina, Gjin Vuka, Gjon Bojko, Pal Gjura, Nina Lika, Leka Gaci, Lika Gjoni, Daka Tola, Gika Lula, Prend Gika, Vuka Biba, Biba Gaci, Shtefan Vuja, Bac Nina, Gika Nina, Kola Gaci, Nina Tola. Dhe shikojmë që Bashtina e Paprit është në dorën e Nika Gjonit. Bashtina i Spasovicit është në dorën e Ali Godenit. Pra këtu shikojmë që kemi 5 shtëpi muslimane, kemi beqarët, kemi 2 beqarë shënon këtu, po këtu kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemi goxha beqarë, dhe shtëpi të krishtera janë 19, beqarë janë 13, thot. Por, si që lexuam ne këtu, nuk kemi vetëm 19 krye familjar, po kemi 76 krye familjar. Të ardhurët e këtij fshati janë taksat e çiftit dhe të beqarëve, paguheshin 122 akça për taksat e çiftit dhe të beqarëve. Ispengje, që ishte taksa e domosdoshme e këtë krishterëve, ishte 800 akçe. Pra e kam theksuar dhe më parë, akçet janë monedha, argjendi, serme ose floriri, që në ato kohë pagesat bëheshin në këtë mënyrë, por më tepër bëheshin me serm. Për 20 barë grur paguheshin 1000 akçe. Për 14 barë el paguheshin 420 akçe. Për 8 barë thekër paguheshin 320 akçe. Për 10 barë tagji paguheshin 200 akçe. Për 35 medre musht paguheshin 220 akçe. Taksa e govatës ishte 35 akçe. Edhe më parë kam theksuar që govatat quheshin ato lugjet ku pinin ujë kafshët. Taksa e perimeve 48 akçe. E dhjeta e lirit 50 akçe. E dhjeta e bletëve 60 akçe. Sasi e mullive ishte 1 dhe paguheshin 16 akçe, kur në defterin Arvanit e kemi parë që në mulli paguante 15 akçe, por se duket në këtë fshat ai që kishte mullirin ishte pak kryengritës dhe ka paguajtur 1 akçe më tepër. Vlera e kashtës 20 akçe, pra paguheshin edhe për grurin, edhe për elbin, edhe për tagjin. Kjo nuk mjafton, do të paguaj edhe për kashtën që hajnë lopët. Niabeti, taksa e martesës dhe taksa e tapisë së tokës 40 akçe. Dhe shuma totale që paguan të ky fshat
ishte 3.500 akçe, pra ishte një shumë goxha e madhe, 3.500 akçe që paguante ky fshat për gjithçka. Tani të dalim tek shënimet që ka marrë mbi këtë fshat, nga që nuk i njoh mirë fshatrat e Hasit, s'diskutohet që jo, ka marrë edhe disa shënime që t'i shfaq me ju. Pra, pam emrat e kryefamiljarëve, pam takset që paguante dhe pam ekonominë asaj kohe të këtij fshati. Sipas të dhënave që kam marrë dhe kam shënuar këtu, shkruhet që pozita gjeografike e Prushit, ose sot që quhet qafë Prushi, për shekuj më radhë ka shërbyer si korridor lëvizje për tregtarët, udhëtarët, ushtritë dhe popullsinë vendase. Gjithashtu mbi disa shënime që ka marrë mbi historikun e Hasit, thohet që për të kuptuar mirë historinë e Prushit, është e nevojshme të shohim kontekstin e gjerë historik të krahinës së Hasit, sepse Hasi konsiderohet si një nga krahinat etnografike më të veçanta shqiptare, me kufi natyror të përcaktuar qartë. Në veri dhe lindje kufizohet me drinën e bardhë dhe dega e tij Ereniku, dhe ndërsa në jug dhe perëndim nga drini i bardhë dhe territorit e Lumës e të Malziut. Pra në territorit e Lumës e të Malziut, në fakt unë nuk e dija që kishte një zonë Malzi në Kukës dhe në rreth Hasit të Kukësit, por një ditë me një bisedë që po bëja me një mikun tim për parimin, dhe ai më foli për Malziun dhe thash mendova që Malziu e flasim për malin e zi dhe nuk po bëja dot lidhje ku është mali i zi, ku është Kuksi, ku është Hasi, por që nga Malziu i Hasit. Këto kufi natyrore kanë ndikuar në ruajtjen e identitetit kulturor dhe historik të vendit. Territori i Hasit paraqet dëshmi të banimit që nga periudha e Neolitit 2600-2200 para erës son, duke treguar një vazhdimsi të gjerë të jetës njerëzore në këtë hapësirë. Gjetjet arkeologjike dhe burimet historike dëshmojnë se kjo zonë ka qenë pjesë e trungut etnik ilir dhe më vonë e zhvillimeve historike mesjetare. Burimet osmane të shekujve 15 dhe 16 tregojnë se Hasi kishte një dendësi të konsiderueshme popullsie dhe një organizim të zhvilluar ekonomik. Pikërisht për këtë arsye, disa studiues e kanë cilësuar krahinën si një nga zonat më pjellore të Shqipërisë së Veriut, duke përdorur metaforikisht edhe shprehjen Mëzëqeja e Veriut. Që Mëzëqeja e Veriut, që këtë fjalë kam dëgjuar edhe nga një miku im nga Kuksi, kur kam qenë në Has vitin që shkoj dhe më tha që kjo është Mëzëqeja jonë dhe më foli gjatë për Hasin, prandaj kur e pash se çfarë hapësire të madhe, çfarë territori, çfarë gjeografie kishte Hasi dhe sa shumë fshatra kishin në brendësi të Hasit, aty më lindi edhe ideja që të gjej disa burime mbi Hasin dhe Kuksin dhe pikërisht përvotësova këto përkthime që po i shfaq sot me ju. Dhe atë ditë kur kalova mes përmes Hasit dhe pashë ato bukurinë natyrore dhe pashë se sa shumë fshatra kishe, biles thashe që Kuksi qenë ka i vogël, sa thojnë, ndërsa Hasi qenë ka goxha i madh. A duhet të përkasë Hasi Kuksit apo Kuksi Hasit? Tani ka marrë një shënim mbi emrin e Hasit. Gjuhëtari dhe albanalogu i shquar, Eqrem Çabej, ka trajtuar origjinën e fjalës Hase, duke vënë në dukje lidhjen e saj me termin turk që lidhet me tokat dhe të ardhurat e rezervuara. Ndërkohë, studiues të tjerë kanë sjellë interpretime, sipas të cilëve fjala Has lidhet me termin i pabindur, i pakontrolluar, kryengritës ose i pashtruar. Dhe këto interpretime përpuqen në mënyrë domethënëse me karakterin historik të banorëve të Hasit, të njohur për frymen e tyre të pavarur dhe rezistencën ndaj pushtuesve. Pra, në këto regjistrime të fshatit Prush, mbase janë shënime të pakta, por shikojmë një vazhdimësi të këtyre fshatrave që dikur kanë jetuar. Sot, një fshat na paraqitet vetëm në regjistrime dhe nuk ekziston, ndërsa fshati tjetër akoma edhe sot jeton dhe ajo është qafa e Prushit. Duke parë këto regjistrime të defterit Osman, pra që janë regjistrime shumë të domosdoshme për territoret shqiptare, ne mund të shkruajmë dhe një histori të re dhe mund të bëjmë dhe një programatik të re të fshatrave shqiptar, ato që janë zhdukur dhe ato që ekzistojnë sot. Pra sot miq, me këto pak regjistrime të shkurtra që rastisen në Sanxhakun e Dukagjinit, pam fshatin Prush, që gjendet tek qafa e Prushit, ekziston akoma edhe sot dhe është një pikë kyçese që lidh Hasin me Gjakovën dhe Kosovën. Në programin tjetër do të kemi një fshat tjetër, por do të dalim nga Hasi dhe do të shkojmë drejt Tropojës. Do të jemi me fshatin e quajtur sipas regjistrimeve osmane të viteve 1591 Zherkova, ndërsa sot ai fshat quhet fshati Zherka dhe i përket bytyqit të Tropojës. Faleminderit për të gjithë ato që më ndjekin. Faleminderit për të gjithë ato që shpërndajnë videot e mia. Faleminderit për të gjithë ato që ftojnë miq të ndjekin kanalin tim. Faleminderit për ato pak miq të cilët janë bërë abonent në kanalin tim. Faleminderit edhe për ato që do të abonohen dhe faleminderit për ato që e ndjejnë të obligueshme edhe të më përkrahin.
Faleminderit dhe mirupafshim në programe të tjera. Por shumë interesante do të jenë regjistrime mbi Lezhën, mbi Mërditën edhe për Elbasanin.